A je përballur ndonjëherë me veten? Nëse po, kur ka qenë ky rast? Duke e parë këtë pyetje, mund të shohim se po supozojmë se në përgjithësi nuk përballemi shumë shpesh me veten. Do me thënë, ne nuk përballemi me veten aq shumë sa mendojmë dhe nuk e njohim veten aq mirë sa mendojmë. Disa njerëz që e dëgjojnë këtë mund të pyesin: nuk e njoh veten mirë? Kjo është qesharake. Si mund të mos e njoh veten mirë? Fatkeqësisht, kjo është e vërtetë. Ne nuk e njohim veten shumë mirë. Ekziston një fjali që e mbështet këtë pohim: ti je mëkatar. Nëse do t'ja thonit këtë dikujt tani, shumica e njerëzve do të zemëroheshin dhe do të pyesnin pse janë mëkatar. Kjo është pikërisht prova se ne nuk e njohim mirë veten. Ekziston një mundësi për ne që ta njohim vërtet veten. Ndodh të jetë kur jemi në kohët tona më të vështira dhe sfiduese. Do me thënë, ne zakonisht e përcaktojmë veten bazuar në vlerësimet e të tjerëve ose vlerësimet sociale. Por kur përballemi me një situatë të vështirë, përballemi me veten tonë të vërtetë dhe jemi në gjendje ta vlerësojmë veten. Luka 15, 13, 19. Mbas jo shumë ditësh biri më i ri mblodhi çdo gjë. Shkoi larg në një vend të huaj dhe atje e prishi gjithë pasurinë, duke bërë një jetë të shturur. Dhe, si i shpezoi të gjitha, në atë vend ra një zi e madhe buke, dhe ai filloi të jetë nevojtar. Atëherë shkoi e ju ngjit pas një qytetari të atij vendi, i cili e çoi në arat e tij që të kullot derat. Dhe ai dëshironte të mbushte barku me lendet që hanin derat, por askush nuk ja jepte. Atëherë erdhi në vete dhe tha: sa më ditësve të atij tim u tepron uka, kurse unë po mbaroj nga urie. Do të çohem dhe do të shkoj tek im atë dhe do t'i them: atë, më katova kundër qiellit dhe para teje. Nuk jam më i denjë të quhem yt bir, më bëj si një nga mëditësit e tu. Sa dini për veten tuaj?